Me shka të dush, jena përballë. Si kalohet jeta vesh na dim se që ka të kaloj jeta. O të pëtojnë popin o të t'i verë Karmin këtë të rëti. Karmin, t'jam nojnë. E shtë bukë këto. Natyra e Pukës është një mrekulli e vërtet. Në male, i nxehti i këtyre ditëve nuk ndihet fare. Ajri i pastër është një tjetër dhuratë që Zoti ju ka falur. Mi è piaciuta molto. Është natyrë e bukur, është manitës, nuk ka shumë ndërtime dhe është shumë natyrale. Këtu ndjen ajrin e pastër dhe malet madhështore. I like it very much. Po më pëlqen shumë, është një natyrë shumë e bukur, njerëzit janë shumë miqësor. Në mënyrë të veçantë na pëlqejnë malet, të cilët i japin kësaj zone ajrin e pastër dhe klimën e përshtatshme në këto ditë të nxehta. Unë jam Simon dhe vi nga Gjermania. Është hera e dytë që vi në Pukë. Më pëlqen pasi është një ndër vendet e bukura malore. Këtu mund të ushqehesh me ushqime tradicionale, ndërkohë që mjaft e veçantë është edhe muzika tradicionale e këtyre anëve. Puka është një vend i bukur për të kaluar disa ditë pushimesh me familjen, pasi një ndër të veçantat është se këtu familiarizohesh shumë shpejt me mikpritësit. Janë pikërisht këto vlerësime të cilët asnjëherë nuk i kanë munguar rrethit të Pukës nga turistët, kryesisht ata të huaj, të cilët vizitojnë rrethin ton kryesisht gjatë sezonit veror dhe e cilësojnë atë si një Pukë turistike. Në fakt, edhe ne pukianët, nga këto vlerësime, kemi mësuar vlerat reale që karakterizojnë rrethin e Pukës, por asnjëherë nuk kemi punuar që Puka të jetë vërtet turistike. Puka si një prej zonave të virgjëra shqiptare ku mund të zhvillohet turizmi, prej vitesh ka mbetur në mesin e planeve për zhvillimin e tij dhe realitetit që fillon e përfundon, pikërisht tek këta plane që shpalosen në takime, duke marrë fund sërish brenda dyerve ku zhvillohen. Ende asnjë hap nga shteti nuk shikohet në horizont për t'i dhënë hovë zhvillimit të turizmit malor në Pukë, ndërkohë që edhe strukturat vendore nuk kanë ndërmarrë ende qoftë dhe një hap në shërbim të promovimit të resurseve turistike që karakterizojnë Pukën, ndonë se prej vitit 2008 është hartuar një plan strategjik për zhvillimin e turizmit, mbi të cilin mund të ecej. Puka të konsiderohet si një zonë e zhvillimit turizmit kurus argëtues kurativ. Jam krejt i ndërgjegjshëm se duhet kishim punu më tepër, duhet punojmë më tepër, jo se ne kemi pas jashtëvëmendjes. Nuk ju kushton shumë, besoj, aktiviteti për të promovuar Pukën me të gjithë resurset turistike që ka ky qytet. Puka, e dënuar nga heshtja e vetë përfaqësuesve të saj, pikërisht prej tyre duket se po merr dënimin, edhe në atë që sot mund të ishte kthyer në një prej destinacioneve turistike për vlerat dhe resurset e saj, të cilat pukianët vullnet mirë nuk rreshtin duke i thënë. Puka rrethohet me 85 shpella, sa është një njohuri shumë e veçantë për gjithë shqiptarët, të cilat disa nga këta janë edhe ekstreme, që nuk mund t'i vizitojmë ne, duhen të jenë specialista spirolog të vizitojnë ata, po disa janë edhe të shumë të vizitueshme për të gjithë njerëzit. Turizmi arkeologjik ka shumë i pasur në Pukë, por deri tani nuk janë kriju mundësi për t'i njoftë si qendra, për të përcaktuar dimensionet largësitë në për shembull nga Puka, nga Bashkia e Pukës, edhe për të vendosur në një tabelë, siç u tha këtu, në një tabelë orientuese, treguese edhe në mungesë të njerëzve që mund t'i shoqërojnë në këto pika. Unë mendoj që duhet të hartojmë kujden dhe hapjen e website-it informues dhe promovues. Që ne gjejmë vetveten, kërkohet bashkëpunimi
dhe mënyra për t'i përshtatur kohës për reklamimin e këtyre resurseve, këtyre vlerave që ka puka. Vetë pukianët e dinë se pukën e karakterizojnë këto vlera, por ku janë të shkruara ata? Sot e kësaj dite, vlerat që ne synojmë t'i promovojmë nuk kanë marrë vëmendjen e asnjë aktori të shoqërisë tonë, duke filluar prej atyre që zotohen për zhvillimin e turizmit në fushata, e më pas nuk arrin dot as botimin e një fletushke, me të cilën mund të shpalosin përmbledhtasi vlerat reale që karakterizojnë Pukën, këtë vlerë turistike të Shqipërisë, por me turizëm të pazhvilluar prej vetë njerëzve të saj. Shumë interesante. Një problemi që kam unë që kur kaloj Pukën sot, është bëhe në zyrë dhe s'do mbi më në mend për Pukën. Gjithmonë kur e nisim diçka, e nisim me pasurën e kësaj që më dhe japim i flak të fillim dhe pastaj harrojmë të komunikojmë. Unë du, çfarë unë fol sot, këtu du të marr një email, kur shkojmë në mundësi nesër, pastaj marr një email në zyrë dhe më tregohet gjithë kjo që u fol sot. Dhe kjo është me nis nga vetja. Pra t'i lemi herën, hajde këtu nga vetja joni, hajde mi formoni më ngemi gjitha. Unë ja jap stafit tim, edhe fillojnë rrafët e lëvizim me njëri tjetrin. Mungesa e promocionit ka bërë që Puka dhe sot të mos njihet aq sa duhet, edhe pse ka vlera që ende ne nuk po gjejmë formën dhe mundësinë t'i servirim as kur na jepen mundësitë. Ma përsipër si presidenti Kashit, të paguaj sallën Hotel Tirana në qendër. Kur të dojnë në mjet Sadiku, se Sadiku dhe komantar bordin në Kash, organizojni që të promovohet Puka dhe të dalin të resurse tamam ma gjerë atje, sepse jemi 1 milion banor Tirana. Teksa kemi treguar se në këtë drejtim nuk dim të shfrytëzojmë as mundësitë që na jepen. Teksa kemi dëshmuar se nuk kemi një prijes që stimulon zhvillimin e turizmit, si një mundësi për të mbajtur gjallë edhe këtë shpresë që kurse nuk duhet venitur. Duket se koha është për hapa konkret, prej vetë atyre pukianëve, që Pukën nuk e kanë veç se përtendera, përmes të cilëve sigurojnë largimin prej saj. Shkëndijat personale janë shpresëdhënëse, edhe përballë pushtetarëve shpresë humbur në këtë drejtim. Investimet private të orientuara drejt zhvillimit të turizmit malor tregojnë rëndësinë që ka turizmi si e vetmja shpresë që mund të sjellë zhvillimin e munguar prej vitesh në këtë zonë, e cila edhe pse karakterizohet nga klima kurative, ende nuk promovohet si e tillë. Është një zonë që duhet të vizitohet, por arsye se edhe vetë shpenzimet për të vizituar këtë zona janë shumë të vogla, por edhe mundësit dhe relaksi që të krijon ky peizazh, këta bukuri janë të jashtëzakonshme. Nëse në vendet e perëndimit ne kemi vënë re që në mënyrë artificiale janë krijuar resurse të tilla të natyrës, natyra pukiane në përgjithësi i favorizon, i ofron për pushuesit. Historikisht dihet që zona rrethit Pukës ka atë ofertën e mirë që lidhet me efektin kurativ. Puka turistike nuk pret të bëhet, ajo në fakt është e tillë, sepse resurset dhe klima e saj janë dhuratë prej vetë natyrës që kërkojnë veç se të promovohen si e vetmja mundësi që reformat qeveritare nuk na e marrin dot. Ta nxisim, të ndikojmë edhe të sensibilizojmë trekun e brendshëm drejt këtyre destinacioneve që është shumë interesante duke qenë që ka njësi akomoduese. Aty ku ka njësi akomoduese mund të jetë shumë
interesante për ne agjencitë e zhvillimit të turizmit brendshëm që të sjellin grupe turistike, familje për fundjava apo për relakse të ndryshme në Pukë. Është një ugur jashtëzakonshëm për rrethin e Pukës, hapja këtyne bujtinave edhe këtyne haneve. Do të falenderoj edhe përparimin sepse ky e ka nisë me hapjen e hanit i pari me sa kam informacion unë, dhe inshallah të tjerë të njihnin rrugën e përparimit dhe jo vetëm ky, po edhe të tjerë do të pasojnë bujtina edhe hanet, sepse Puka ka hanë turizmin dhe pyjet e Pukës. Minjerat pa tjetër edhe këto janë, po ne po flasim sot për turizmin. Turizmi është një nga gjonat më të mira që mund të bëjnë populli i Pukës për dy arsye. Një për të rritë të mirat dhe monetare apo të mirat për familjet e veta, dhe e dyta duke promovu edhe turizmin përgjithësi në rrethin e Pukës. Dihet publikisht që pukjanët të gjithmonë kanë qenë bujar. Ne gjithmonë i kena pas shtëpia bujtina për miq, për shok, për dashamirët, po edhe për ato që kanë për sektar, për udhëtar. Përballë atyre që duhet të punonin fort në këtë drejtim, koha është që vetë ne pukjanët të ecim duke ju ushqyer fillimisht vetes idenë se ne jetojmë në një vend që herët avon do të jetë vërtet destinacion turistik. Për këtë, më shumë se sa tenderat që presin pushtetarët me Demek për të punuar në këtë drejtim, duhet të punojmë të gjithë nga pak për të arritur atë që duhet të kthehet në qëllimin e jetës së çdo pukjane, zhvillimin e turizmit malor.